Elektroseveri nuk duhet të pranohet kurse Qeveria e përkrahu rritjen. Komunat e Veriut nuk I prek fare vendimi. Në 4 komunat veriore operon një tjetër sistem I cili sipas marrëveshjes së bislimit me Petković, drejtori I ZRE-s tha se nëse ju konvenon me marrë energji dikon tjetër, dilni blenin 3 lirë. Por sovraniteti në letër. Pse ngritja e çmimit të rrymës nuk vlen për komunat veriore? Rritja e çmimit të rrymës për 16.1% e që po pritet të shkaktojë rritje të çmimeve të shumë produkteve të tjera ka shqetësuar qytetarët e vendit. Madje për këtë punë janë mbajtur edhe protesta. Qeveria e përkrahu rritjen. Por kjo rritje nuk do të vlejë në krejt Kosovën. Komunat e Veriut nuk I prek fare vendimi. Zyra e rregullatorit për energji ka thënë për Kosova Press se vendimi për rritjen e tarifave të energjisë elektrike prej 16.1% nuk do të përfshijë 4 komunat veriore të vendit. Tarifat e miratuara nga bordi I zyrës së rregullatorit për energji zbatohen nga furnizuesi me shërbim universal duke filluar nga data 1 qershor 2025 në të gjithë territorin ku ai operon. Nëse pyetja ka të bëjë me 4 komunat veriore të vendit, të cilat aktualisht furnizohen nga Elektroseveri, atëherë këto tarifa nuk zbatohen në atë pjesë të territorit, për shkak se Elektroseveri operon jashtë sistemit të furnizuesit me shërbim universal dhe marrëdhëniet tarifore janë të ndryshme, thuhet në përgjigjen me shkrim të ZRE-s. Marrëveshja e bislimit. Delegacioni serb dhe ai kosovar para 2 viteve kishin arritur marrëveshje për sektorin e energjisë bazuar në 2 marrëveshje të arritura në vitin 2013 dhe 2015. Kjo është titulluar si udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjeve në fjalë. Ky udhërrëfyes ka gjithsej 9 pika, e në të cilën përfshihet operatori I energjisë nga Serbia Elektroserver, I cili ofron shërbime të distribuimit, mbledhjes, mirëmbajtjes dhe lidhjes fizike të konsumatorëve të rinj për 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Mbikëqyrësi Europian I ofroi licencën e furnizimeve Elektroseverit serb, ndërmjetësi atëhershëm Miroslav Lajçak ishte shprehur shumë I kënaqur që të njoftonte palët se ishin pajtuar me këtë udhërrëfyes. Ky është një hap I madh përpara, kishte thënë Lajçak. Për këtë marrëveshje kishte folur edhe kryenegociatori kosovar Besnik Bislimi, I cili kishte thënë se më në fund kemi adoptuar udhërrëfyesin për implementimin e marrëveshjeve për energjinë të vitit 2013 dhe 2015. Pak ma shkurt, do më thonë në 4 komunat veriore operon një tjetër sistem I cili sipas marrëveshjes së bislimit me Petković e ka emrin Elektrosever e ku nuk është ngrit energjia elektrike. Ajo që mbetet shihet është se kur drejtori I ZRE-s tha se nëse ju konvenon me marrë energji dikon tjetër, dilni blenin 3 lirë. Duhet me pa në atë 9 pikshin e Brukselit se a lejohet me marrë rrymën edhe prej jashtë 4 komunave veriore, e pastaj mos t'i akuzojnë bizneset se po blejnë rrymë prej furnitorit serb, sepse të na është drejtu për 16%. Kjo video është bë dje, por zyra e rregullatorit për energji lëshoi komunikat konfuze dhe qytetarët hamendsuan se kjo I bën që rritet çmimi I rrymës edhe për komunat veriore. Por s'është ashtu. Bordi I ZRE-s me datë 16/4/2025 atje ku po thirrën kanë aprovu edhe tarifat për shfrytëzimin e sistemit të transmetimit, operimit të sistemit dhe operimit të tregut, si dhe tarifat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes, të cilat tarifa janë të detyrueshme për të gjithë furnizuesit e energjisë elektrike në tërë territorin e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe furnizuesin e energjisë elektrike Elektroserver. Por ky vendim s'është për ngritje të çmimit, por për tarifat. Në këtë rast, Elektroserveri ka zgjedhur që mos me u arrit çmimin aty ku operon, pra në veri. Informacioni se çmimet e energjisë elektrike në Kosovë po rriten me 16.1% nuk vlen për 4 komunat veriore, pra për konsumatorët që ne furnizojmë energji elektrike, kanë thënë nga Elektroserver.